Ndoshta për ne nuk na kanë ngërë pensionin me PD. Lem burri me pa Big Brother? Ja, la. Një televizor kena në më. Shofim. Vesh kur s'kemi takat me po. Po Ferma VIP e shifni? Çfarë? Ferma VIP që jepet Televizion Plusi. Transmetohet të hënë dhe të premte Ferma VIP. Po e shoh. Ne jemi në YouTube. Pas stacion, Shqeto. Shqeta. Po. Ma mirë nuk ka që është. Ma mirë, veç. Shumë mirë. Veç me e prish. Zgjedhet kush do i fitoj. Zgjedhet kush do i fitoj. Që qetë me zoti. Do fitoj Egli, do fitoj Gjesi, kush do fitoj? Inshallah. Zgjedhet kush do i fitoj, s'na thot. Pse të fitojnë Kosovart, fitojnë vetë neve. Ta marri Rozana, Po ta mori. ose Gerta Gixhari. Po, pse mos ta mori? Po, pse mos ta mori ato? Ç'a mendoni ju? Duke që se ulesh në arkë dhe është shef. Nëse ti bëmi për vete, na imi. Qofshi mirë. Faleminderit. Falenderit. Dum sa më mirë, sa më qetësi. Jo dha këtë pensionin, bonusin Rama? Ke pensionin dert paret. Kur? Dert paret ke pensionin. Pse? Po sa pensionin 100.000 lekë, është ku do të çojë 100.000 lekë kom bë 28 vite po unë, mori 100.000 lekë. Qa pensioni mërë? Ta thonë që i rritëm. Qa rritën mërë? Qa ka rritë? Ju ka thënë bonus për vit të ri, bonus tani para zgjedhjeve. Po, 2.000 lekë. Bonus pranverë se ngatron. Na më në djallë, se kom kalamit e mi, moshën tonë nuk du me fëllë të shtej. Ta gjë dhe rinia si flet mosha juaj. E lutëm shumë sa nësë di me fëllë. Ma mirë nuk Ju keni fol aq bukur sa se Dhe sa mirë hiç. Hiç. Je për zotin. Hiç nuk ka mirë. Ai morët bonusin apo jo? Qa e bonusi 2.000 lekë? Sa? 100.000 lekë, 200.000 lekë, sa ju dha tani qeveria? Alera, qa ka dhanë Qa në qeveria. dhe pas zotës që të në neve, I morë, falenderit, qatë në japin falenderit. Bërë qave, dhe Qave, qave. qave, po, se s'kemi. Një lafë për ta thamë, sa të morë në kamera, pensionistat kanë marru. Po, s'ka. Në mori 100.000 lekë, 28 vite punë kam. 100.000 lekë morë për zotin. I ku morë shparë 100.000 lekë. 100.000 lekë zotëria, 200.000 lekë. Jo, ki merë ma shumë. 200.000 lekë, a 250 të shtune, ki merë ma shumë se ka punu Po kemi... në punë shteti, ka punu shumë. Ju që keni të pasur. Unë ku pra di, Në të prënë, mërë... unë ku pra di 100.000 lekë, ku do t'i 100.000 lekë së më dalin i leqet me morë. Së mori i leqet me ta. E në kemi merë, kaqë. E 100.000 lekë drite uj, Ja, më po t'la. i lashet... Me hongër s'ma t'la. Po si ja delin pensionist që t'jetojnë në Shqipëri? Rofë që Me na që në i gjonë ke lemojt, me na dhonë në i gjonë ke lemojt, jetoj, me në mos të imi të nej për hongër. Faleminderit shumë, qofshi mirë. Falenderit në për jush, falenderit. Qofshi mirë, Votoni faleminderit. Partinë Demokratike. Ja, votoni Partinë Demokratike. Ashtu, e? Po, që se dëni rritje pensionesh. A i tu talë të me Po, nejë shte. ja, unë jam politikan, unë jam i PD-s, Edhe kemi vendosur që edhe fëmijët e tuaj që se kthehen, do kenë 200.000 lekë. Me fletë shtjo. Do kenë, jo, me që talme me zënë. Nes të lejo, talemi se kemi baballartë në moshën tuaj, jo. Në me thanë drejtë demokratisë, ja këmi në për herë, edhe shasaj dhe japim. Doktori do mendon për ju, mos e vrisim me një. Rofsh. Se dim, se si dhe dali, se dim, në për herë kemi votu, në të ta votojmë. Ajo, Kaq, ajo. po, të vëdër. Kaq, në është ta për një nuk ta kanë ngërë pensionisimi me PD, Ose gjithë ose asë njerit. Kjo thua. Shas po vëkaj. Shtengonja As ripi nëse dhe pak. Shtengonja ripi dhe pak dhe pasaj gjithë të A regulohet. thu? Më për atas. Është sigurt, është sigurt. Faleminderit shumë. Inshallah, dëj zoti, inshallah. Isha te Erel Nga Benja. ishe? Te Erel Benja para 2 ditëve. Aty, dhe me thonë, ishte një lokal. Edhe tek po qëndroja aty, e shoh një gocë, 20-21 vjeç aty, që ishte ullë për balë. Po kush të pyti më plak? Edhe duke dalë të dera aty, bëri sikur i ranë qezat edhe më trege e parë se ishte e fuqishme. Me njerë më ngref noc roku. Edhe atërës dal nga lokali, edhe aty është një pallat duke ndërtu atë një kull. Edhe aty e hapi pak atë se s'ka mbaru punimet, edhe futemi aty dhe bëjmë si kafshët. Do me thonë një knajsi e jashtëzakonshme pasi ishte edhe errësirë, do me thonë, dhe ajo, do me thonë, na bëri të eksitoheshim pa fund, dhe ashtu vazhduam, do me thonë, për orë të tëra,
Dhe të nesme e takoj dhe më tha, më jep një 600 euro, tha se do bëj një ndërhyrje me lazer të qimet me thonë, me jes me lazer, po, edhe do bëj majon, do bëj me epilacion, do me thonë me sirë, me ashtu ne, po i thash atë mbaj lekun ti, aty përballë ishte një 3-4 bankomate aty, po aty te RLB-nja aty, i nxjerrë 750 lekë, aq kishte forcë dhe me thonë karta me nxjerrë një herësh, ja japi, kush e di për kë bëj gati dhe me thonë. Shkon ndroj kartë. Edhe ishte një kënaqësi vetjake. Tani po flasim për Politike. Po ti më the ki se i ka dal viza, këtu që ka? Po. Edhe shkela vizën edhe erdhe. Se Ore, unë numera sa kosa. me që më dole. Unë numera kosa thash çapo. Hajde. Po flasim për Big Brotherin dhe Ferma VIP. Po. Big Brother. Se këtë folin e 2 gazeta të Shau Berishku. Ky tani po e mburr më. Ky po thotë që jam me PD-n. Asnjë PD nuk e shoh më se futemi mbrenda me ardha ata në pushtet. Dhe kështu duhet strategji diplomatike. E djeva që tha e zotëria, tha që e ke shah PD-n. Nuk jam me PD-n. Tani këtu te unë thua jam me PD-n. As pak, po ai me siguri më ka parë në ëndër dhe tani duket sikur është e vërtet, domethënë, dhe i përzien. Domethënë ty të shohin në ëndër edhe e përzien. Po, se unë jam i pranishëm dhe aktiv në çdo aspekt, domethënë, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në televizione. Po për sa i përket Big Brotherit, tani ka ngelur vetëm 10, domethënë, dhe siç dihet finali është me 19 prill. Edhe në listën e zezë, domethënë, siç e tha dhe Rozana Radi, domethënë janë 5, domethënë, nga banorët që janë aty, dhe kështu që betejë është afër. Po e kam thënë dhe e them dhe do e rrithem, domethënë që gjesti aty është e tepër tani çdo ditë që kalon, pas kur vjen foni ai nuk votohet jo vetëm nga diaspora, po edhe nga vetë familjarët e tij, pasi janë bezdisur me të, më aty ai filloi duke zënë rrënjë aty, domethënë. Sa me kë është sana. Po sheftit po është e tepër, domethënë, është e tepërt aty gjesti, se gjesti domethënë komplet strategjia e tij, domethënë, ka fundosur, domethënë ai vetëm është një copë mishi me dy sy aty dhe s'ka asnjë vlerë, dhe kështu që sa më parë largohet ai nga Big Brotheri, aq më fuqishëm bëhet kompeticioni, pasi më mirë ti lën vendin në njëri që e meriton sa gjesti, se gjesti është aty si klon, domethënë, se një tip i rëndomt aty që s'vlen për asgjë dhe nuk e dim a është heteroseksual, a është homoseksual, pasi ka prirje në të dyja, domethënë, qoftë kur puthi laerdhin, qoftë kur u afrohet gocave, domethënë, me Eglin, domethënë që kanë, domethënë. E jam vëlla se jemi në bisedim me gjëra, themi di fjalë. Hajde bëjmë një debat. Edhe kështu që unë kam mundësi që t'jem pjesëmarrës në Big Brother në fillim të muajit. Në fillim të javës së ardhshme, domethënë. Miq, kandidati më i ri në Big Brother. Po, edhe kështu që unë kam mundësi të fitoj Big Brotherin, pasi Top Channel do t'i paguaj 100.000 euro që t'na jep mua çmimin. Do i paguash ti 100.000 euro Top Channel që t'i japi çmimin ty. Po, edhe unë do t'i fusin në një morali fabulous. Do me thonë që jam fitues, do me thonë që ngelem një histori që fituesi Big Brotherit. Vetëm për emër, mjafton dali emri që reklam për veten, asgjë tjetër, do me thonë. Si do menaxhosh reklamat pastaj? Jo, s'pari me këta 100.000 euro, do me thonë do t'i jap një shoqëri, shoqata. Ato borxhin që do i marrësh që t'i japsh Top Channel. Po jo më vllaz, unë kam ngjeni ata lekë, ata i heq nga llogaria dhe i kaloj aty, do me thonë, edhe kur Top Channelit më kthej, atëherë unë do ja kaloj një shoqata humanitare, domethënë. Po pse kalon tani se ti ke në bank, kalosh shoqata humanitare dhe s'bën këtë. Po është fjala se atëherë vazhdon historiku i lekut, se leku i Big Brotherit ku vajti, domethënë, dhe atëherë unë kam provën, domethënë, se kaleti te kjo shoqata humanitare. Shive sa i shkallë që do me pastru lek me anë Big Brotherit. Fëmijët e fshatit, kjo është një shoqatë, domethënë, që unë e mbështes.